Zoti Kuqi ju garoni me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Po, pse zgjodhet Lidhja Demokratike të Kosovës? Çka paraqet ky subjekt politik për orientimin tuaj politik? Pra po nisem prej asaj që filluat ju, familjarisht edhe historikisht familja jam, asa ka pas mundësi, ka qenë orientume ka gjatha. Ka qendra gjatha, pra aty ka qenë profili saj. Nashta për shkak të majtës komuniste që ka qenë në Jugosllavi, ka qenë në kundërthonje dhe detyrimisht neve jemi orientu ka gjatha. E gjatha i ka bazën, ka ndërshë dikushme, që për mu është për kone vetë, është një subjekti politik ose fryma ose lëvizje ma e mirë dhe e bazume në krejrët të cilët vërtet e ka ndasht vend në vetë, edhe këtë vazhdimësi e ka pasë përmes Ibrahim Rrugovës. Po thëmë këto, sepse është me rëndësi, na dim edhe shumë mirë lëvizjen e Ibrahim Rrugovës të viteve 90, i takon spektit të gjatë, po edhe një lloj qendre që i ka dhënë stabilitet edhe orientim të madh popullit vetë. Tash, pse me LDK-n, sepse është në qatë profil, i takoj familjarisht ati profili dhe pres edhe duhet rikthimi të gjatës në Kosovë. Pse duhet të rikthehet? Sepse kemë nevojë për stabilitet. Stabiliteti është shumë rëndësi në këtë kohë, nuk besoj që subjekt tjetër politik ka orientim për më të mirë për një lloj stabiliteti, nuk besoj edhe një parti e djathtë që ka fuqin ose që janë pritet më të mira për stabilitet. Na jemi me një gjendje çfarë jemi? Cila është gjendja jonë? Sot jemi me ushtrues detyrë të presidentit. Jemi me qeverinë në detyrë. Me një kohë shumë të afërt do të jemi edhe pa ushtrues detyrë të presidentit. Do të thonë, jemi në prag të një kaosi edhe kolapsi institucional. LDK, edhe unë personalisht, do të bëj shumë përpjekje kjo gjendje mas me kalu në kolaps total edhe me dhanë orientimin e duhur. Atë sa mundemi, po edhe mundemi.